Shikues të nderuar, mirë se vini në debatin Jeta në komunë. Sot 2 vjet pasi janë bërë zgjedhjet komunale, kemi ardhur me pas se sa i ka përmbush premtimet kryetari i komunës së Gjilanit, zotni Lutfi Aziri. Kryetar, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se erdhe në Gjilan. Gjithashtu me neve në sallë janë edhe 38 asamblejistat, 36 asamblejista në fakt që e përbojnë kuvendin komunal të komunës së Gjilanit, prej të cilëve 18 janë në pozit krejtësisht janë 3 parti, LDK, AK dhe LDD janë në koalicion, prej cilëve 14 janë prej partisë kryetari që kanë fitu zgjedhjet, ndërsa partit tjera janë në opozit. Jemi këtu në sallën e re të kuvendit komunal të Gjilanit, po gjirojmë në secilin prej këtyre lokacioneve në salla ashtu siç janë, aty ku mban mbledhjet e kuvendit komunal dhe nuk po intervenojmë fare me skenë. Gjithashtu, me neve në sallë mund t'i shihni edhe drejtorat e drejtorateve përkatëse cilët mund t'i japin dhëna gjatë debatit kryetarit nëse ka nevojë. E tash është komunë e madhe edhe me shumë premtime për mos me harxhu më shumë kohë të shohim menjëherë se çka pa thonë Lutfi Aziri para 2 vjetëve kur e patë mbajt debatin zgjedhor. Ta ndjekim. Atëherë, 11 objektiva që LDK i ka për 4 vjetë ashme do t'i bëjnë pako në mënyrë që kohën të ashmëzdojmë racionalisht. E para është infrastruktur. Nga gjendja aktuale ne ofrojmë infrastruktur për çdo vendbanim që përfshin rrugën, kanalizimin, ujësielsin, ndriçimin. Pakoja e dytë është arsim cilësor të barabartë, kualitativ dhe të depolitizuar. Pakoja e tretë është shëndetësi familjare në parimin 1 mjek për çdo familje. Pakoja e katërt është bujqësi që nënkupton subvencione prej farës deri në kurrë e shirje. Pakoja tjetër është rini e integruar në vendimarrje. Rini e përfaqësuar në asamble, rini e përfaqësuar në komunë. Pakoja tjetër është roli i gruas dhe i familjes, duke besuar në familje në rolin e gruas ne besojmë që përfaqësimi i tyre do të më qenë dinjitos, përfaqësimi i tyre do të më qenë me autoritet dhe në vendimarrje dhe në realizimin e zhvillimor të politikave në Gjilan. Ky ishte premtimi i parë, ndërsa ju falenderojmë juve qytetarëve Gjilanit që keni çu fotografi e pyetje të shumta, të cilat gjatë kohës së debatit do t'i transmetojmë këtu në shëritin poshtë ekranit, edhe fotografitë e juaja kanë ndihmuar shumë sepse do t'i transmetojnë shumicën prej tyre dhe do të marrim përgjigje prej kryetarit. Zotni Aziri, kur e ndigjoni vetëm as 2 vjetëve, çka po thuni? Çfarë note po e jepni vetit? Në 2 minuta. Faleminderit. Në përmesin të vogël, LDK-ja në Gjilan është koalicion me AK-n, me partinë e drejtësisë dhe me Lëvizjen Vatra dhe përbojnë shumicën e përbashkët, me që LDD-ja si subjekt në Gjilan nuk ekziston si i tillë dhe nuk është i përfaqësuar në asnjë mënyrë. Sa i përket premtimeve, jemi në gjysmë të rrugës, ashtu siç edhe filluam emisionin, jemi në 2 vjeçarin e parë të rrugës, ne po punojmë në objektivat e njëjta, që përfshin implementim politikave në segmente caktume, në resort caktume, dërsa në anën tjetër planifikim, programim dhe ndërtim të projekteve që përfshin kryesisht infrastrukturën nëntoksore dhe infrastrukturën në përgjithësi komunë Gjilanit, e cila është jashtëzakonisht e degraduar edhe në këtë fazë, por përgjithësi mendoj që kemi mërri për këto 2 vjet gjitha objektivat që i kemi parapo. Natyrisht që kemi planifiku, kemi pas vështirësi serioze, kemi gjetë gjendjen matronse që e kemi mendu, në kuptimin buxhetor, në kuptimin e politikave buxhetore, shpenzimeve buxhetore dhe planifikime buxhetore, por është arrit me mundje jashtëzakonisht madh dhe falë mbështetjes së kuvendit komunal, gjithë këshilltarëve komunal,
dhe qytetarëve gjilanit që arrit që shumica objektive për të 2 vjetë mo përballu suksesshëm. Faleminderit, ne kemi dalë në teren me pa pikërisht ky premtimi i parë i Zëni Azirit për infrastrukturë që e pat kryesisht, si është gjendja. Po nisim për diçkafit pozitive. Çka janë investimet që janë bo në infrastrukturë? Janë disa fotografi pozitive, kjo është rruga te varrezat e qytetit të Gjiljanit, e cila është kryer në vitin 2014. Tjetra është rruga Agim Rashiti në Gjiljan, e cila është kryer në vitin 2014. Nalt është fotografia si ka qenë, dhe poshtë është fotografia si është. Gjithashtu vlen edhe 3 fotografi të mira mi po, para se me shku të tjera, që i keni dërgu ju. Është rruga Halim Orana, në Gjilan e përfundume dhe realizume në vitin 2014, rruga në fshatin Ladov e realizume në vitin 2014, edhe rruga e Shtrumen Lagjën Dardania në Gjilan e realizume dhe kryme në vitin 2014. Këto janë pozitive, ndërsa tash më lejoni që sfidoj kryetar me disa rrugë të cilat na kanë qenë kryetar, të cilat edhe po pyesin pyetje. Rruga për te tregu i gjelbër në qytet është njëra ndër rrugët po thojnë të prishura në Gjilan. Ka prerje të rrugëve dhe qarje në këtë rrugë. Po ju tregoj gjitha pastaj mund t'i adresoni. Keni rrugën e UÇK-s Abdullah Hoti në Gjilan, ku shihet trotuari dëmtuar dhe vjetërsum. Pastaj rrugën Lagjën Recep Dajkovsi në Gjilan, ku shihen gropat se cilat po mbushen pas të rreshurave të shiut. Kjo rrugë është një kaorshe për automjetet që frekuentojnë këtë lagje, edhe ka vështirësi për një kalimtar. A mund t'i adresoni që to punë, pëse s'kanë mujtë rrugë të Gjiljanit me u mirë mbajt tjerat vjetrat më mirë? Këto rrugë janë kategorinë atë në që ne kemi klasifiku si rindërtim të rrugëve, sepse janë rrugë që janë të degradume jashtëzakonisht shumë, duhet më rindërtu në tonësi. Ne kemi fillu me rrugën Molla Idrizi, ndërsa janë kryer gjitha procedurat për rrugën të tregu i gjelbërt, për rrugë të lagja apo aja e njohën Gjilan, lagja e Balecit, dhe disa rrugë që janë në zemër të qytetit, në zonën e parë të qytetit. Natyrisht që rindërtimi nënkupton edhe sanimi i kanaleve për ujërat atmosferik. Zona e parë të qytetit ka problem me ujërat atmosferik, ka problem me ujërat zeza, dhe po ashtu ne jemi duke ndërtu politikën e re të ndërrimit të gypave të azbestit, që është gypi kryesor i furnizimit të qytetit me ujë të pishëm. Këto standarde janë ndalume tashmë, edhe me ligj Kosovë, përkundër që janë ndaluar shumë më herët me konventat BE-s, ndërrimi i gypit të azbestit na ka kushtuar në punimin e disa rrugëve, sidomos në qytet, por ne paralelisht po mundohemi me harmonizu në mënyrë që rindërtimi këtyre rrugëve sigurisht që do ndodhë në fazën e parë të pranverës, por në disa lagje të qytetit ne do të shkojmë paralelisht duke vendosur kanalet, kanalizimin dhe tretmanin e ujrave të zeza, do të fillojmë mandej dhe rindërtimin e rrugëve. Nuk po mundemi me ndërtu rrugë, e mandej vitin tjetër me dëmtu për shkak të vendosjes gypave. Megjithatë, kur kemi bërë analizën, na ka dalë që për mirëmbajtje të rrugëve keni bajë njerëz të fortë. Në anën tjetër i keni njëri prej kompanive që ka fitu mas shumë të tender për rrugë, janë vëllezërit Zuka, të cilët kanë fitu në 2014-2015 tender me vlerë gati 3 milion, 2.533.000, edhe tender tjetër për mirëmbajtje të rrugëve. Këta, po ashtu i kemi gjetë që janë për krasit e fushatës juj. E kemi gjetë këtë përmes këtyne fotografive, cilat i kisha thirrë, të cilë nga regjia. Ky është Muhaden Zuka, pronari kompani Zuka, i cili i fiton tenderat për ndërtimin edhe mirëmbajtjen e rrugëve. Kryetara, duhet me dalë fotografi për me fitu tendera? Nuk është e domosdoshme, po nuk është as ilegale mbështetja që kam edhe nga komuniteti biznes komunës Gjilanit, është proporcional me numrin e qytetarëve në Gjilan. Nëse rezultati në Gjilan ka qenë 60 me 40, atëherë kjo shtrirje është proporcionale në gjitha sektor dhe në gjitha grup moshat, edhe gjitha kategorit, për dallim ndoshta në disa raste tjera. Nga 6 milion e sa euro që janë investu në Gjilan, normalisht që kanë fitu edhe këto kompani, edhe kompani tjera. Kam qenë i koncentrum që shumicën e punime me fitu kompanit e Gjilanit, jo me çdo kush, por me respekt ligjit dhe në kushtet barabarta, për arsye që këto kompani kanë qenë të anashkalume
të kalume në afërt dhe tretmani është i barabartë. Por ligji i prokurimit definitivisht është ligji keq edhe për komuna. Ne nuk po mund shumicën e rasteve me menaxhu sipas kërkesave tona për shkak të menaxhoni kryetar, pjepni për krahasve tuaj tendera, çka ka të keqe? Ka edhe për krahas partive tjera që kanë marrë, ka edhe kompani që kanë kontrata në kornizë dhe ju kanë vazhdu kontrata në kornizë, ka edhe ndërhyrje të OSHP-s në disa raste në Gjilan me detyrim me vendos disa lanë, po kriteri edhe këtu është kompania ma e lirë i merr punimet. Mirë, hajde po këqyrim qysh është kompania ma e lirë që kjo tjetra e Fitim Hazirit, e cila edhe në kohën që gjendej Ajmburg e fitoj një kontrat, edhe është ndryshu kontrata e tij, e kinë vrejtje nga auditori përgjithshëm, i cili thotë se komuna ka dhënë në shfrytëzim për periudhën 5 vjeçare hapësirën publike për parkingje. Fitusi i ankondit është kompania SO Bezi, e cili është ky në fotografi Fitim Haziri është pronar, edhe po thotë që e ka fitu me çmimin më të lartë 54.000, mas nej ka ra çmimin 20.000. Qysh ra për gjys çmimi? Pse dul fotografia qysh? Ky është proces me ankant. Ky proces është organizuar me ankant. Natyrisht në ankant është çmimi më i shtrejtë. Unë parkingjen Gjilani kom gjetë menaxhuar nga shoqatat. Shoqatat jo qeveritare, shoqatat që i kanë delegu menaxhimin e parkingjeve te operatorë tjerë. Ka qenë pa kontrol dhe kanë qenë të rregullta, ka qenë vendimarrje jashtë autoritetit ligjor, edhe aja si e tillë si dosje është në proces hetimeve. Sa përket ulës Vileres, është kërkesë e lokaleve afariste në Gjilan, o peticion në disa rrugë që kanë kërkuar të mos vendoset tarifa në disa nga rrugët për shkak të dëmtimit të bizneseve tyre të vogla. Është në hetime tenderi si lerin keni dhënë ju, a paraprakisht? Jo, paraprakisht është në proces të hetime për shkak që është dhënë pa procedura mbinbajtja dhe organizimi menaxhimi i parkingjeve në Komunë Gjilani. Po dhe ju jeni kritiku për këtë kontratë nga auditori. Ne kemi marrë vërejtje, ne kemi drejtën ligjore me kthy përgjigjen, ne kemi kthy përgjigjen të auditori, e kemi faktu përgjigjen tonë, e kemi faktu deri në detaje dhe besoj që asnjë problem ligjor sa përket kësaj. Ne jemi në këtë fazë në shqyrtim të kësaj kontrate. Shqyrtimi vjen si pasojë e rritjes parkingjeve në Komunë Gjilanit dhe standardizimi me parkingje private, që i domosdoshëm Komunë Gjilani do të më rregullu në mënyrë që të ketë konkurrencë në mes të operatorëve dhe komunat mos jetë favorizuar. Konkurrent. Mirë, fjalën po e kërkon opozita, urdhënoni 1 minutë keni prezentoni. Faleminderit, jam Red Rashiti, këshilltar komunal nga Rrallta PDK-s. Unë ndoshta të lidhem shkurtimisht te projektet e infrastrukturës, ku ne si opozitë projektet që u prezantuan këto të realizuara, të gjitha i takojnë qeverisë së kaluar PDK-s, e cila ka nisur projekte, këta i kanë përfunduar. Ndërsa si projekt vetëm për këtë periudhë 2 vjeçare, këtë qeverisë nuk ka projektuar dhe nuk ka nisur vetë. Në kakondi opozitës, nëse nalmi analizojmë shi që ta gjitha projekte kanë realizuar, edhe autostradën, edhe rrugë 4 kursi, edhe projekte Lumit Mirusha, edhe tregun e Gjelbër të zonë ekonomike, me po në realitet, këtu janë vetëm fjalë dhe në asnjë mënyrë nuk është nisë një projekt. Sa i përket te kompanitë e Gjilanit që kanë marrë tendere në Gjilan, unë e konsideroj të kundërtën e vërtetoj dhe dëshmoj sepse për këto 2 vite, kompanitë jashtë Gjilanit kanë marrë tendera 36 tender në Gjilan, në vlerë për 2.100.000. Jabanxhit kanë marrë tendera në Gjilan 36 tender në vlerë për 2.1 milion euro. Sa i përket ankondit publik, ne po ashtu konstatojmë se në hetime nga purga speciale është kanë kant, jo qeverisë kaluare. Prandaj kjo është procedurë të hetime dhe këtu ne konsiderojmë që këto dështime të qeverisës kanë bëjnë me mos angazhimin dhe e kësaj qeverisë, po edhe mungesës së madhe të buxhetit komunal, e cila është zvogëluar jashtëzakonisht shumë në krahasim me vitet e kaluara kur ka qeverisë PDK-ja. Kaq kohë ju jap fjalën juve pasi ta ndëgjoj një replikë. 30 sekonda urdhëni këtë. Unë nuk jam i njoftuar nga prokuria speciale, pe natyrës dhe pe detyrës zyrtare nuk lejoj as vetë, as stafi më përzi me ndërhyj në organet e pamvarura, nuk e di për nga këshilltari PDK-s ka njëri, përveç nëse është denoncues personal, dhe mirët me përgatitje dosjeve, çështje tjetër, por raport me komunë nuk kemi as njëri, as ftesë për këtë çështje. I vetmi rast është në nënvizimin nga ana auditorit të pamvarur që ne e kemi faktuar. Sa i përket projekteve tjera në infrastrukturë, është spekulative, thuhet që na i kemi filluar e ju i keni vazhduar. Çdo pushtet ka vazhdimsi, ka prerje të punëve, ka projekteve të punëve, por nuk është rasti në 42 programe tjera
të ish qeverisës e cila është problem jashtëzakonisht serioz për E për ja ban gjitë? 36 kompani cilëve jam ati kemi këtu, që keni thonë, arsyeja pse po ju përmend është se keni thonë që veç kompanive Gjilonit du me ju dhonë punë. Në kushtet barabarta, në mundësit barabarta, edhe ashtu shumica e madhe, shumica absolute e kanë marrë kompanitë nga Gjilani, nga regioni Gjilonit. Unë nuk e përjashtoj vendbanimet e afër Gjilanit, si që është Kamenica, Vitia. A mu i me pyet, a ka marrë dikush që s'ka dalë fotografi me ju? Sigurisht që po. Sigurisht ka morë edhe ata oponentë që kanë investu shumë në fushatat PDK-s për mos më zgjedhur në kryetar. Kush ashtu? Ama një emën një oponenti që kanë investu? Të gjithë e din, krejt Gjilani e din që ato janë firma legale që vazhdojnë me punu edhe vazhdojnë më trajtu barabar me të tjerët. Natyrisht që disa prej tyre i kanë kollabu, disa prej bizneseve tilla i kanë kollabu për 6 vjet punë me atë pushtet, me atë qeveri se ato firme janë në falimentim total, janë në borxhe jashtëzakonisht mëdha dhe janë me probleme financiare jashtëzakonisht serioze, me cilat po mirret edhe prokuroria. Ky s'po duket që si simpatizanti kompanive tjera. Ky ka marrë tender. Flori Majeti. A është zotnia Jeti, është simpatizanti juaj. Ky ka marrë tender. Natyrisht në kushtet barabarta dalë ma i lire, nuk ka asnjë rrethon tjetër që mundet unë me lecu. Që ka qëllu në Borg Pajri? Nuk ka qëllu, ka biznes Zvicër, është jashtëzakonisht suksesshëm dhe kompani që edhe në Evropë dalin suksesshëm. Natyrisht që në qytetin e vend Kosovë duhen me pas konkurrencë. Ne di që i pengon suksesi i individëve, po mu zon suksesi i individëve edhe i njerëzve Gjilanit edhe në Evropë edhe në komunë tonë. Për që ato po fotografuni me ta, për shkak suksesit. Urno, replik, apo do një replik, 30 sekonda, pastaj... Shkurtimisht, unë personalisht nuk mira me krimin e dosjeve dhe me tuhesi, po ne në grupi shkëtarëve të PDK-s, qysh me kohë, kur është miratu vendimin në vendin komunal për këtë ankan, ne kemi ngritë çështjen se është jashtë ligjore dhe jashtë procedurale. Dhe në vazhdimsi kemi kundërshtuar këtë ankan. Dhe në fund ka rrjedh edhe raporti auditorit përgjithshëm me cilë ka konstatuar se ka pas shkelje ligjore dhe është dëmtuar buxheti komunal. Prandaj ne këtë nuk kemi ngritë si çështje personale, po si opozitë në Gjilan, dhe këto hetime sigurisht do të rezultojnë me diçka që ne nuk e dëshirojmë. Sa i përket projekteve, edhe një herë po kthena shkurtimisht. Sipas pozitës të gjitha projektet e realizuar. I mungon vetëm aeroporti i cili do duhet të ndërtojë në Gjilan. Ta ndëgjojmë një përfaqësues tjetër të opozitës. Urna. Faleminderit Jeta që na keni mundsu kryetarin me pas për herë të parë pas 2 vite, se kë vjen në seancë edhe ik. Nuk do ta Prezantohuni. Çeku ka më Bojar Nozodi, jam këshilltari i PDK-s. Unë deshta më lidh te rruga ku kryetari tha te rrugë, është një rrugë te Valirançi, që tha ja kemi dhënë me kushtet barabarta, një koleg i veti që dha me fotografi. Ky ka qenë i katërt, i pari ka qenë 181.000, i dyti 290.000, i treti 216.000, i katërt i ka qenë 245.000 plus 24.000 mandej. Me lejo. Projekti se kanë zbatu, ose më mirë me thonë kanë punu pa projekt, nuk ja kanë qitë tamponin 0,60 mm fare, që ka qenë trashësia 25 cm, ja kanë qitë vetëm 0,31, vlerat e asaj vetëm e tamponit që e përmenda është 27.000 euro, po ashtu pozicioni 32.81, punimet e shtratit të lumit 95 m2 në vlerë 1425, fare nuk janë, edhe shtyllat që kanë qenë të rrugës Turës me projekt, fare nuk janë ndërtu, e kanë damtu atë rrugë, nuk ka pas komision mbikëqyrës 30 ditë fare nuk ka pas mas 30 ditë e kanë caktuar një urbanist, ai nuk ka pranuar se e ka pas që puna ka shku deri aty, mandej e ka caktuar drejtorin e vet, komision Valian Shevkiun, komision mbikëqyrës. Edhe hala pa i bë 3 muaj, veç një foto t'ja jap, rruga si është sot. Që si u kris. Mirë. Faleminderit. Se mujnë. Okej, faleminderit. Kështu kryetari i komunës i bën projekt. Faleminderit, kryetar. Tash rruga si e tillë është në përfundim e sipër, është organi mbikëqyrës që mirret me ato. Problemi edhe çështje teknike që kanë dalë në ndërtim Turës në fshatin e zotit Nevzadi, në arat ku del ai me punu edhe bashkëfshatarët e tij sigurisht. Ne kemi bërë për qarkullim më të lehtë për qytetarët e Gjilanit, në veçanti dhe të komunës Kamenicës. E pse o ço rruga është nuk është përfunduar në tënësi, duhet teknikisht pranon nga organi. Çdo vërejtje
çdo dëmtim dhe çdo mos realizim është garancioni bankar që komuna me kushte e non çdo kompanije. Sa e përket renditjes së kompanive, ne nuk japim llogari për kompanitë e papërgjithshme. Mund me konkuru 50 kompani për një program caktuar, por e merr një kompani e cila ka çmimin më të lirë dhe ka dokumentacionin e kompletuar. A është kjo arsye pse çohet rruga? Është ndërtuar që pjesë dhe është çoh. Nuk është çoh rruga, nuk e di çfarë ekspertize zoti Nevzadi ja ka bërë rrugës atje, por sipas vlerësimeve tona ne mund ta konstatojmë, mund ta konstatojmë gjendjen çfarë është rruga sot dhe nëse ka dëmtime, atëherë garancioni bankar për 10% kompanisë i nalet për nevoja të tilla, për Sanem. 3 sekonda replik, urdhna. Faleminderit. Kjo është e vërtetë, ne mund pas emisionit dalmi në vend ngjarjes dhe ta shohmi këto që thash. Po ndeshta me vërtetu përveç punës keqe që dhe ato projekte që i kanë bë, i ka favorizu ato që i thati Zoja Jetë. Faleminderit. Faleminderit. Po shkojmë te tema tjera. I adresum disa prej çështjeve të infrastrukturës, ka shumë, po të shohim çka ka premtuar lidhur me ujërat e zeza, ta ndjekim premtimin e dytë. Tretmani i ujrave të zeza dhe i ujrave atmosferik që quhen është problem tjetër, është projekt tjetër. Ai është njëri nga projektet në programin tonë, është projekti i cili Xhilani duhet ta zgjidhë përfundimisht sepse nuk e ka të rregulluar, të harmonizuar dhe komunikues rrjetin e kanalizimit dhe gypave të ujrave atmosferik në qytet. Zgjerimi i qytetit është bërë në periudha historike të caktuar, por nuk i zgjedh problemet kryesore. Atëherë Xhilanit, projekti i tretmanit të ujrave të zeza i kushton 16 milion euro. Është projekti i cili do të bashkëfinancohet me qeverinë dhe me Komisionin Evropian, strategjia për zhvillim. E pjesëmarrja buxhetore e komunës sa planifikohet jetën që 16 milion? Pjesëmarrja do të jetë 1% që do të harmonizohet nesër nga kapacitetet e mbështetjes qeveritare. Nëse qeveria bën një mbështetje më të madhe, natyrisht që ne do të lehtësohemi. Nëse ajo nuk e bën, apo për arsye të caktuara nuk e trajton, por bartse e këtij projekti është qeveria, sepse tretmani i ujrave të zeza, menaxhimi i mbeturinave, jo politika qeveritare. Mu po më intereson sa është maksimumi që mundeni ju me dhënë prej buxhetit komunal me forcat juaja për zgjidhjen e ujrave. Natyrisht nga shumë që përmend atyrave komunale. 16 milion parashit për 4 vite të ardhshme të realizohet. Besoj që pjesën më të madhe do ta bartë Komisioni Evropian si grant për Kosovën. Tash mund ta pyesim kryetarin lidhur me atë se sa ka dhënë Komisioni Evropian, po në terren gjendja është kështu. Ju na keni dërgu fotografi gjatë vërshimeve në kohë të vërshimeve në vitin 2014 në Gjilan, që është në kohë këtij mandati, edhe në ndërkohë edhe keni dërgu fotografi nga vërshimet që janë dëmtuar 3 ura në Gjilan. Po i qesim kretë fotografit në mënyrë që me i adresu 3 ura janë dëmtu, edhe fotografit e arshme 21 dhe 22 tregohet se si ka qenë edhe në vitin 2016, por e s'ka lëzun për 2014, tash këto në fshatin Malishev të Gjilanit janë fotografi të vitit 2016. Kryetar, çka po ndodh me tretmani urave të zeza, projektin që e keni pas reklamu para 2 vjetëve? Falenderit. Tretmani i ujrave të zeza dhe kanalizimeve për komunën e Gjilanit tash ka marrë dritën e gjelbërt nga qeveria Kosovës dhe qeveria Austrisë në një financim përmes një programit veçantë që komuna e Gjilanit e ka përfituar. Ne kemi konkurruar me 9 milion euro për programin e tretmanit të ujrave të zeza dhe kanalizimeve për pjesën urbane dhe pjesën rurale të komunës Gjilanit, për ashtu 2 fshatra për Lepnicën e Dobërçanit, të cilat kanë pika më të ulët geografike se sa pjesa urbane dhe nuk mund të integrohen 100%, duhet trajtohen në mënyrë të veçantë dhe kjo është arsye që ne kemi filluar në ato fshatra me rregullu çështën e kanalizimit dhe ujrave të zeza. Programi quhet Soft Loan, është program që në një konkurrencë prej disa komunave ne kemi arrit me bind qeverinë e Austrisë dhe kemi finalizuar projektin teknik detaj tretmanit ujrave të zeza të kanalizimit për komunën e Gjilanit, që përfshin edhe përfundimin e shtratit, rregullimit të shtratit Lumit Mirusha, dhe fillimin dhe përfundimin e rregullimit të shtratit Lumit Stanishorka, që është një burim tjetër dhe një problem tjetër i komunës Gjilanit. Fshatrat e komunës Gjilanit dhe pjesa urbane do ta ketë të integruar me rrjetin të tretmanit e ujrave të zeza dhe ne presim këto det termat financiare me i negociu Ministri i Financave.
në mënyrë që ne si përfitues me fillu zbatimin në terren të këtij projekti. E mira këtij procesi është se jemi njoftu procedurat e propojimit janë sipas ligjeve të Austrisë dhe udhëheqen nga autoritetet austriake. Unë besoj shumë. Para 2 vjetëve pa të thonë që keni nis për 4 vjet keni me kry. A i bjen kjo që s'keni me kry për 4 vjet? Natyrisht që ne si vjet pjesën më të madhe kemi me kry, kryet brenda këtij vitit dhe pjesa finale mbetet vetëm për vitin e ardhshëm. Pjesa kryesore, po mendoj e punëve këtë vit do të kryhet, besoj shumë nga operatorë që do të përzgjidhen sipas procedurave të propojimit. I gjithë shtrati i lumit Mirusha do të kryhet si vjet? Edhe i lumit Stanishorka, që është burim tjetër, problem tjetër, ju përmend njëra prej indikatorëve që u përmend këto i vërshime në fshatin Malisheva është lumi Stanishorka, e cila ka derdhje drejt për drejt në Moravë. Mirë, lumi Mirusha nuk është vetëm pyetje vërshimet, po është edhe gjendja e mjerueshme. Shikoni këto fotografi. Këto fotografi janë mungesa e mirëmbajtjes që 2 vjet. Pse duhet në qësi gjendje me qenë edhe pa ardhur fondi austriak? Në që si gjendje më majtë lumi Mirusha? Sepse në gjendje tile kum gjetë dhe në gjendje tile kum konservu. Ka qenë projekt i cili për 6 vjet e ka grujt Gjilanën e ka bajt zhag. Mënyrën se si është trajtu ky projekt është imazh dhe determinusja asaj qeverisjes. Unë e kam nalë projektin, kam kërku revidim të këtij projekti. Këtë projekt njerëzit kam pa interesat shpronësimeve, tendencat shpronësimeve dhe shpronësimet paragjykume bile ka ndodhë. Në revidim të projektit ne kemi para pa largimin e çdo mundësie të shpronësimit tokës, shtëpive, sepse rritin kostën e projektit. Kemi pa shpronësimin e paragjykuar për 8 raste që ka ndodhur dhe që janë bë pagesa. Dhe natyrisht ne mendojmë se duhet pjesën më të madhe lumi Mirusha më mbyll. Lumi Mirusha në që gjendje që është me bërllog, në cilën datë mos kemi me pa qështu, që si gjendje? Unë e përmena po presim vetëm konfirmimin e negocimit termofinanciar të programit 3 me qeverinë Austrisë dhe ne jemi të gatshëm me fillu paralelisht këtë projekt. LDK-n e keni në Ministri të Financave, kështu që kur a keni Besoj që marsi është optimal dhe ta kemi edhe kompaninë edhe do t'i kemi gjitha çështjet e determinume në këtë fushë. Fjalën e ka PDK-ja, pastaj po kërkon këshilltari LDK-s. Urna. Faleminderit. Prezentoni. Sajt Abazi, shefi grupit këshilltarë të PDK-s. Me para, na po më do këtë që jemi të ugut pak me emisionin për shkak se kryetari vazhdon me qenë në premtime ende, për do të. Lumi Mirusha është, le të themi, sinonimi kësaj qeverisje, për shkak se kryetari nuk ka tregu asnjë seriozitet për sa i përket këtij lumi. Njëjtë është problemi edhe në lume tjerë, siç është lumi që i kalon 2 livoqat të eprin dhe të poshtmin. Gjithashtu kemi probleme enorme edhe me deponit e egra, cilat kryetari nuk i ka marrë seriozisht dhe nuk ka një trajtim të veçantë për to. Nuk mundet lumi Mirusha mu zgjidh si problem nëse kryetari komunës vitin e kaluar don rreth 100.000 euro për këtë lum. Nuk mundet gjithashtu edhe me 150.000 euro tjera. Me këtë ritëm që kryetari e ka të fushatës, do ta bëjmë, sigurisht që do të na duhen 10 vite për ta përfunduar lumin Mirusha. Ky problem lind për shkak një problemi tjetër që e kam bindjen se kryetari nuk e ka trajtuar si top prioritet këtë punë. Po të ishte top prioritet, do të duhet që deri tani për këto 2 vite të ishte i zgjidhur si problem. Faleminderit. Ta ndëgjojmë së pari kryetarin, pastaj kryesuesën që bëj kërkon fjalë. Është problemi dhe këto është dallimi edhe mirë që ekziston ky dallim. Ne projektet i shohim në çështje tjetër, në formë tjetër, i trajtojmë si tilla. Ne nuk na ngulfat kërkesa për ndërhyrje të shpejta. Ne thamë kemi revidu projektin. Projekti nuk do të jetë i hapur sepse është mendu me një projekt hapën me zbulu një lum tjetër me ujë Gjilanë me cil ujin në Dobrush. Ky lum, ky shtrat i këtij lumit nuk ka ujë. Nuk ka ujë të pastër dhe nuk mund me qëndruar. Dyta, ne kemi ikë tendencave të shpronësimit, e kemi mbyll sipas projektit pjesën më të madhe të projektit. Do të mbyllet dhe do të organizohet shëtitore dhe do organizohet për qytetarët, sepse si tillë nuk është. Ne kemi ndru qaqen në specifikat tjetër që duhet me ditë këshilltar. E nëse ju ndo 100.000 euro, për çka ju ndo? Nuk e kam ndonë, ka ndonë Ministria e Ambientit. Po. Ne kemi bart projektin me pronësinë Gjilan. Ne nuk kemi frigu.
prej këti barti. Projekti tash, barë si projekti tash është Komuna Gjilanit, nuk është më Ministria Ambientit, as Qeveria e Kosovës. Ne jemi barës të projektit. Nuk ka më as mjetet qeveris, e keni pa Ministria Ambientit nuk e ka në asë një kategori lumin Mirusha, ato mjetet që jënë bartë tash me autoritet. Ne do të menagjojmë, e kemi edhe një problem të vogël me zgjedhë me operatorin, i cili është operatori për zgjedhën dhe i cili në kushtet çfarë ka punu, është bo veti 400 me mënyrën se si sillet në qytet karshi kushteve që ka pasur këtë program. Dhe zgjedhja këtij operatori definitivisht ka në shkputjen e kontratës, në mënyrë që me gjetë një operator i cili specializuar në tretman të ujrave të zeza. Faleminderit. Replik, Urna, po kërkoni replik lidhur me çështë çështje, pastaj Urna. Përmendni që ka risjell që kjo temë të kryhet në Gjilan nga komuna jo nga ministria, kjo ka qenë edhe në kohën e Partisë Demokratike dhe për informacion. Krejt që është punu në lumin Mirusha është punu në kohën e PDK-s. Në kohën e Lutfi Azilit, ti kryetari që e kemi, shifet dhe është e përsëris sinonim i llojit të qeverisjes së tij. Sa përqind të shtratit e keni kryer në kohën e PTK-s? Po sigurisht që dikon 60% që është i përfunduar. Urna, apo e kërkoni fjalën 30 sekonda kryesusja edhe pse për ju flet kryetari. Urna. Jo, po duam vetëm me folën. Realisht këta përgjagjëve që s'kan punu këtë lumin Mirusha e gjithkohon, edhe në kompani që i përmendet, kompania të cilët ju përmendet dhe Lëzrit Zuka edhe në qeverisjen e tyne ka pasën tender dhe është mirë me marrë informata. Edhe ka qenë e paditun në rastin e Ministrisë Transportit, ka qenë e paditun. Kanë qenë më të lirë. Sa i përket lumit e të tjera problemeve, e di që e mësu, do me thonë, burri gruja me konkuru me të njëjtë dhe burri gruja me fitu tender, e klientelit e vetë, këta të PDK-s, kryetari flet në amën tonë, për dhe ne këshilltar komunal, e kena pozitën tonë dhe s'është mirë me dezinformu opinionin dhe qytetarët. Okej. Urna? Se përket projektit lumit Mirusha, unë shkurtimisht po jap vlerësimin tim si Parti Demokratike. Problemi kryesor është këto që nuk ka buxhet. Komuna e Gjilanit në 2013 ka pas për investime kapitale buxhet prej 3 milion e 40.000 euro të parashikuar, ndërsa me rishikim buxhetin nga qeveria e Kosovës janë nda 5 milion e 334.000 euro për investime kapitale. Ndërsa në vitin 2016 buxheti i Kosovës i ka nda Gjilanit vetëm 895.000 euro për investime kapitale. Këto është problemi thelbësor pse ky projekt nuk ecë, nuk mund të ecë pa pare. Ka marrë Posavic që ka marrë 1.2 milion euro, Gjilani ka marrë 1.2 milion euro. Vitën e kaluar. Këtë vit Graçanica ka marrë 1.7 milion euro, Gjilani ka marrë 895.000 euro. Domthonë qeveria është duhet na shkalu jashtëzakonisht shumë. Edhe premtimet e kryetarit të komunës kanë qenë që Gjilani do të rritet buxheti. Ka ndodhur kundërta. 4.4 milion euro ka më pak buxhet Gjilani. Faleminderit. Edhe shkurtimisht, lutem shumë te tendera që përmenden. Është e vërtetë që kompanitë e njëjta kanë marrë tendera në qeverisjen e PDK-s. Po vlera për mirëmbajtje verore në qeverisjen e PDK-s ka qenë 120.000 euro, ndërsa tash është 596.000 euro. E po ju s'dil fotografi me ta. E po nëse kemi dalë, po. Ta ndigjojmë dhe vetëvendosim, pastaj adresojmë. Urna, 1 minutë. Femi Sulejmani vetëvendosje. Ne si vetëvendosje për çështjen e lumit Mirusha, madje kemi quajtur si Mirusha legjendare apo është bërë prall. Janë terrorizuar më shumë ti banorët për rreth atij lumi, për rreth këtij shtrati, edhe pushteti i tanishëm, po edhe pushteti më hershëm e kanë fitu madje votat duke u thirrë se do të jetë prioritet Mirusha, madje të dy pushtetet kanë dështuar këtë drejtim dhe duhet ta kenë qartë gjithë qytetarët, madje edhe tash edhe këta që po thot kryetari se unë nuk besoj që do të fillon në mars ashtu siç po thot, sepse ne jemi mësuar me këto premtime që 2 vite dhe prap qytetari që është përreth aty prap do të jetë me erë dhe kundërmimi nuk do të ndalet. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë për Gjilan as të dihet ai vend është ku në punimet është ura maskatarit. Po urën e maskatarit në Gjilan, qeverisja PDK-s ka pasur në urë të shajt. Sepse 2 operatorë që i kanë zgjedhur në fazën e parë një operator i cili është largu, edhe operatori i dytë nuk ka mujt me përballu kushtet në implementim të atij projektit dhe si tillë ky program ka dështu. Unë e kam shpjeguar në këtë sallë para këshilltarëve komunal se projekti i tretmanit të ujrave të zeza, ku hyn edhe rregullimi i mbetur i shtatit lumit Mirusha, është program me qeverinë e Austrisë. Nuk ka më program as me buxhet komunës, as me buxhet shtetit. Është program i cili ka hyrë në kuadër të terma financiar me qeverinë e Austrisë. Kërkesa jonë është prej 9 milion euro,
cili ka me trajtu. I gjithë projekti i lumit Mirusha si pas planifikimeve të qeverisës PDK-s ka qenë mbi 4 milion euro. Që për mendim tonin është shumë i shtrajt, është i pa qëndrushëm vlera e shtratit për sa parashit, me përqindje definitivisht është larg 60% që i rregullimit të shtratit lumet, nuk është as 30% i kategorizum, sepse janë shtri vetëm gypat e tretmanit ujrave të zeza dhe ujrave atmosferik për skajt të shtratit lumit, ndërsa pjesa tjetër ka mbetë se i tillë. Nuk punoj, sukur që i keni mësuar të tjerët me punu, nuk punoj me borxhe, nuk punoj me porosi dhe nuk punoj pa buxhet. Pavarësisht çfarë projekti është dhe pavarësisht çfarë rëndësie. Këta e në mësu me që firmat, me thonë shko punon, ma ne javë rregullojmë na letrat, edhe shumë probleme tjera. Tash të t'ju fjallën, po, hajdes qenë ka i shtrejt projekti i lumit Mirusha, pse qendra e Gjiljanit është në kësi gjendje? Kjo është fotografia të Sahat Kulla, objekti cili është pa mbikëqyrje, me mbeturinare dhe përqarë kësaj, edhe fotografia tjetër është bërlogu në qendër të Gjiljanit. Pse që to s'po mujmë i rregullu që janë të vogla, pa fonde austriake? Këto projekti Sahat Kullës do të përfundon këtë vit. Është projekt që është fillu edhe kënë 2007. Kur këtë vit? Po e vërtet. 2007 është fillu si tillë, nuk është realizu, edhe ne nuk kemi dashur me trajtu ambientin jashtë finalizimit të programit të Sahat Kullës. Ambientin si tillë do të trajtohet kuadrat projektit gjelbërimit. A duhet me lanë bërlogun mu mbledh pra? Nuk është se tillë, fotografit mund t'janë marrë shtatat caktume, por Gjilani është njëra prej qyteteve që mirë mbahet, që ka hapësira gjelbërta dhe që është qytet i pastër definitivisht. Qytet i pastër Gjilania? Ka skuta definitivisht është njëra prej qyteteve më të pastërta momentalisht dhe si tillë ne kemi trajtu edhe deponi tegra. Miliona tona kemi largu, vazhdojmë me largu, sepse kompania e cila është ngarkume nuk ka arrit me shtria autoritetin edhe mundësin me i trajtu gjithë. Kur kryhet projekti Sahat Kullës? Kur saktësisht? Projekti Sahat Kullës ka kalu në Ministrinë e Kulturës, unë besoj që në fazën e parë, 6 muajin e parë të muajit, do të kryhet kulla. Ndërtesa e Sahat Kullës. Rreth e përçar kretina e saj? Projekti i gjelbërimit do të jetë në fazën e dytë. Nuk mund trajtohet më herët se në fazën e dytë të vitit. 2017? 2016 për flasme. Jemi të folë 2 fazat, mu kry në 2016. Natyrisht që bëja është. Ajo të e premtu? Ajo një plom tokë atë, nuk është problem. Po është një plom, ka mujtë mu bo edhe pa edhe 2 vjetë, masi është një plom tokë. Nuk ka qenë prioriteti jonin, me thonë drejtën, jemi morë me probleme dhe jemi morë me sanimin e borgjeve që i kemi gjetën edhe që kemi trashëguar, që kjo komunë ofër 3 milion ka pagu faturat dhe po vazhdojnë me pagu faturat. Me pas ato pare, komuna Gjilanit, natyrisht ishtë regullu edhe Sahat Kulla, edhe pjesa ma dhe shtratit lumit, po dash me pagu fatura edhe 160.000 euro që i kanë lënë për restorane edhe në për ahengje ndryshme. Faleminderit, urna. Kam një reagim të shkurt. Sa i përket atij bërlogu që e tregove, kryetari nuk ka kohë, se kryetari nuk rrin Gjilan, ne nuk kemi kryetar. Ky më shumë rrin jashtë, ka propozuar kolega nga PDK-ja në aeroport me rregullu, për me bajt më shpejt. Edhe kryetari ishte thonë mos merr me ato kompanitë, ato kanë kalu që 2 vite je ardh kryetar. Kjo po të pyete, ose thotë po të pyesin ti çka ke bëu që 2 vite për lumin Mirusha. Kto tregona, leja ato kompanitë. Ti je ardh që 2 vjet, tregona për 2 vjet ti çka ke bëu. Okej, ta dëgjojmë edhe në intervenim të opozitës. Prit njerë, urna? Po, projekti i Sahat Kullës ka kushtuar 80.000 euro dhe faza e parë ose ndërtimi i vrasht është kry ka përfundu, tash ka mbetën nuk ka orë, nuk ka ndryqim dhe nuk ka suvatim dhe nuk ka gjelbrim për rreth dhe madje sikur edhe u paraqitu aty në foto ka akoma mbeturina. Prandaj ky projekt duhet edhe ka qenë si premtim me përfundu sa më herët dhe që 2 vite ka shku. Apo besoni dhe në 2016 fund që kryet? Vallai unë e kum hup besimin kështë shumë. Ta ndëgjojmë pozitën, urna. Po, 2 projekte, edhe Arben Mehmeti, ish shefi opozitës të kalumen. Domthon 2 projekte janë dështimi i qeverisë të kalume dhe që është reflektim edhe i situatës aktuale. E ju çka keni bëu? Po folim për çet mandat. Kret na e kemi bëu mundsi, ja, na jemi të vol këta që po akuzojnë padrejtësisht. Domthon dështimi i lumit Mirusha
është rezultati dështimit të menaxhimit të asaj Ju situate që 2 vjet që keni bo, është debati është më koncentru, a keni bo na i punë të mirë që 2 vjet? Se me siguri keni fitu zgjedhjet për shkak dështimit kalume. Tash çka keni bo ju? Pasojat e qeverisës kalume, na tash nuk po mujna me sanuen. Se? Shkoni vizitoni dy kompani që e kanë marrë të nderin për lumin Mirusha, shkoni vizitoni, edhe e sheni gjendjen e tyre. Këta ju kanë dhonë... Mira, s'ka kompani tjera që krynë punë? Jo, këta kanë kontratën e kanë pas, edhe i kanë falimentu 2 kompani që kanë pas përgjegjësim për me finalizu. Edhe të Saad Kulla, është përgjegjësia ish kryetarit komunës Shemal Mustafa, që i ka pengu me rregullu hapësirën për rreth LDK-s atë, edhe e ka pengu pjesën e këtij procesi. Ju si LDK kur erdhët, pse dhe ju si pastrut hapësirën te LDK-ja? Pse është bërllog? Ajo është pjesë e komunës, komunës i takon përgjegjësia me rregulluar hapësirën. Ju dhe jeni komunë LDK-ja? Në kalumen është ky projekt. I qeverisës Mustafa që e ka pengu. Se a Petrës Saad Kullës ka bërllog? Tash me ministri. Tash më kanë fillu procedurat rreth rregullimit të asaj hapësire. Mirë, që 2 vjet keni mujt diçka me ndreq. Urdhë. Mirë me shpif këto, sepse ky projekt është nisë prej Ministrisë Kulturës në 2007, e përmendën vetë kryetari komunës, kur ka qenë ministri i Gjilanit në ministri, e ka projektuar një projekt i cili nuk ka arrit mi siguru mjetet financiare. Domthonë, një projekt vogël, një Saad Kullës kanë qenë gjendje me rregullu si ministri që kanë e Gjilanit. Sa i përket të rrugës Mirusha, pra po kthehemi, këta po trajtojnë problemin te kompania. Problemi thelbësor është buxheti komunal. 4.4 milionë euro ka më pak buxhet. Qeverisja e Sa Mustafës e ka zvoglu shumë buxhetin. Shqihet edhe komunikimi i ndërprem i kryetarit komunës me qeverinë e Kosovës. Shqihet që nuk ka komunikim dhe nuk ka përkraje. Ta marrim përgjigjen, a është zvoglu paret për komunën e Gjilanit? Definitivisht me lexu kështu buxhetin këtë mënyrë është anakronik. Është e paqëndrueshme. Një buxhet edhe një komunë e cila është gjetë si shitore e thyme, ku nuk ka pas evidenca, nuk ka pas inventarizim, edhe ku ka pas miliona euro borxhe, cilat s'po dojmë i përmen se na ka përcjell. Havarit që i kemi gjetë në buxhet dhe problemet që i kemi gjetë në borxhe, i kemi servisu fal një disiplinë tashme buxhetore. Jemi komuna vetëm që detyron disiplinë buxhetore dhe uljet shpenzimeve sipas kategorive rregullisht. Sa borxhe i keni kry? Ne ofër 3 milion euro. Vetëm pare cash të faturave që kemi gjetë deri tash i kemi pagu mbi 2 milion e sa mi euro. Edhe kemi edhe matutje, 170.000 euro kanë ushqim një vit. E rekord është pak ma shumë se Bloombergu New York që ka harxhu për reprezentacion. Një komunë e cila është 42 lanë hetime. 17 programet ndaluna nga prokuria speciale. Nuk ka të bëj me qeverisën e sotshme. Mirë, veç apo e adresoni... Nuk ka të bëj me ato që nese kemi menaxhu. A keni pare ma pak si Gjilan, prej qendrës? Nëse rruga Kosaqës, nëse rruga Verbicës këme Tufësit, edhe rrugë në qytet, janë ndaluna për shkak të hetimeve të rana që janë të zhvillu, nuk ka problemi i komunës, po e di edhe tendencë, komuna, buxhet ka edhe ma shumë, dhe për herë të parë mas luftës ka investime ma të mëdha se që është planifiku, sepse ne përveç investimeve të komunës që janë afer 6 milion, së bashku komuna me tyrat e veta, investimet në vijat ministrore, të qeverisë dhe investimet që kemi arrit me realizu në konkurencë, nuk janë grant, me qeverinë Austrisë, me qeverinë Zvicrës, qeverinë Amerikane dhe qeverinë Gjermane, janë investimet që ne kemi realizu në konkurencë, me Komisionin Evropian, projektin e Parkut Dardanis, që ka qenë shembull i mirë për Gjilan, është realizu në konkurencë në Kosovën e Bukur, si program. Ne kemi realizu, kemi mërë pjesëmorje. Jemi komuna vetëm që jemi përfshi në programin Government to Government nga qeveria Amerikane. Jem të ndërtu qerdhen pashtu për lagjën Dardania, qerdhen e fëmijëve me standarde më të mira. Po punojmë gradualisht në sanim, edhe në programin punëve tona, edhe në sanim gjendjes. Nuk po lypi pas 2 vjetëve dhe nuk po ankona për mënyrën se si është qeverisë. Po e nënvizoj pasojen e cila është guri i ranë qafën e kësaj qeveriqe. Këtë guri e patët premtu disiplinën buxhetore, e patët pas pjesë të premtimit. Ta ndjekim që ka patë thonë për këto borxhe edhe se si ka shku puna e disiplinës buxhetore tash në kohën që është Lutfi Aziri kryetar. Borxhet legale, legjitime, borxhet që janë sipas procedurave,
prokuimin, mbi hyrën në obligime financiare të komunës. Natyrisht që i marrë përsipër. Mirë, po shumë po më intereson çu keni me ballafaqu këtë barë financiare, ka keni mu çky përpara për shemb? Janë dy alternativa që do nxjerrin para Ministrisë Financave. Alternativa e parë është mi pagu borxhet dhe alternativa e dytë është mi pagu borxhet. Gjilani është sikur një shitore e thyme. Të gjitha shpenzimet do t'ulen shpenzimet e shpenzimit horizontal vertikal, shpenzimet e mirëmbajtjes së rrugëve, shpenzimet e mirëmbajtjeve tjera, do t'ulen minimalisht, sepse do të planifikohen mjete vetëm sa ka nevojë mu harxhu. Mirë, kryetari na kallëzoi se sa borxhet i ka pagu prej kohës së Qemal Mustafës dhe sa pat harxhu Qemal Mustafa atëherë shpenzime, e ne kemi kthyer sa ka harxhu në këtë kohë, edhe kemi pa që ka pas udhëtime jashtë vendit, edhe gjithashtu reprezentacion, edhe në total për shpenzime të drekave zyrtare, Komuna e Gjiljanit në vitin 2015 dreka edhe shpenzimet udhëtimeve gjëse janë 46.000 dikun 46.000 euro, 46.018. Kryetar, sa njohje keni pru me qëto shpenzime? Se po shije që keni udhëtu? Ja, do të me qartësu. Nuk ka të bojnë vetëm me fatura që ne kemi shpenzu, ka të bojnë me faturat vjetra. Edhe në vitin e ardhshëm kanë më pasur faturat e vjetra. Ne i dëshmojmë në zyret buxhetit, edhe në auditim çfarë do të qoftë, edhe matutje ne vazhdojmë me pagu bileta aeroplani dhe fatura ndryshme. Natyrisht unë as janë udhëtimet e juja këto kryetar, i kemi udhëtimet për shembull për Vjen edhe për Amerikë. Gjitha llojet e udhëtimeve që i bën kuvendi kategorizohen në nivel buxhetor dhe mbulon nga zyra ime. Natyrisht që unë kam bë udhëtime, vazhdoj me bë udhëtime dhe vazhdoj Gjilanit mi rujt partner, mi zhvillu partneritetin edhe me rujt edhe me kthy autoritetin që Gjilani e ka si qendër regjionale që ka pas gjithmonë. Ne kemi pas partneritete formale me disa qytete në Evropë, që janë dëmtuar seriozisht nga mos interesimi i qeverisë së kalume. Ne po punojmë shumë që Gjilanin tash ta integrojmë në disa mekanizma, qoftë evropian, qoftë më larg, në mënyrë që Gjilani me qenë i përfshim. Sigur që ka ndodhur me antarësimin në konventin e kryetarëve për eficiencë të energjisë elektrike, ku ne mendojmë që do të kemi zotimi jonë dhe përfshira jonë atë do të ketë edhe beneficione, edhe partneritete me komuna dhe organizata tjera. Mirë, dreka, dorka po telefonat, a mund të aftoj fotografin numër 38, ku shihet që në janar 2015, romingu o pagun 1.000 euro, kryetar. Pse në janar 2015 romingu 1.000 euro, ultime për vitria? Kuj të ka pagu? Që komuna ka pagu roming në janar 2015 valjës 1.000 euro. Unë e kësha lu drejtorin e buxhetit me dhonë përgjegje, sepse është pa qëndrueshme, ne kemi pa kohë të komunikimit dhe është drejtori ai cili mund të përgjegjet sakt për këtë çështje. Okej, ta ndëgjojmë drejtorin, pastaj dy intervenime nga opozita. Prezentoni. Zjadin Maliqi, drejtori i buxhetit edhe financave. Sa ju përket borxheve, e tha dhe kryetari, ne me marrjen e pushtetit kemi trashëguar vetëm fatura, pa detyrime tjera që janë detyrimet kontingjente dikon 4.200.000 euro kemi. Ja, telefonat nuk janë të trashëguar se ta pu telefoni me bonus me pagu. Tash ju shpjegoj edhe atë. Gjatë vitit parë, 2014 kemi arritën që 2.100.000 euro të paguajmë të borxheve. E tha. Po edhe vitin 2015 kemi arritë. Shka kemi bo? Kemi bo në kursime në kodet buxhetore të cilat ka pasën mundësi. Unë i kisha dhënë do shënime veç sa me pa, për shembull të Vala, në vitin 2013 jënë kanë 37.930 euro shpenzume, në vitin 2015 9.160 euro. Edhe këto, ju tregoj, edhe 4.000 euro i kemi si vjetë, djemë kanë thirën pe i posës romingu të shkryetarit. I kemi pagu 1.400 euro vitin e kalun, 1.000 euro tash, jo, nuk i kanole, ato janë argumentet, unë muj edhe me javpru argumentet, edhe me pa që edhe 4.000 euro i kemi borxh për romingun. A mundën ju me adresu punën e romingut janar 2015 1.000 euro? Pse? Po, kemi të erin qershor, ka 1.000 euro me pagu borxhet e ish kryetarit romingut, se për arsye se jonë kërsnu që javnalmi kryetarit tash, në qofë se nuk i paguni ato. Ato janë argumentet, na e kemi faturën
Atë njëti numër e ka kryetari tanishëm me të kalumina? Jo. E qysh mi anol, zotni Azirit? I nolët se komuna ka obligim për Roming, për punën e kryetarit. Do me thonë, 1.000 euro që po paguni ju Roming një janar, nuk është Romingu e këti kryetari. Është kryetarit, edhe 4.000 i kemi tjera. Edhe do shënime tjera, kryetarit që nëse bërë. Disa nga avarit që ne kemi gjithë, që përmundomi me bon sens me zgjidhë probleme, se komuna ka kontrat me operatorin Vala në konkurencë të hapur publike. Nuk është të zgjedhën për neve, ata kanë konkuru me operator tjerë dhe kanë fitu. Kushtet e kontratës e obligojnë operatorin edhe neve si organizat. Nuk janë obligimet mija, 20 euro, unë jam i përfshim pako me telefon mobil që përdore zyrtarisht, dhe nuk besoj asë njerë që ka të i kalu shpenzime. 20 euro e kinë mujtë 20 euro telefonin në mujtë, unë e kam telefonin shpenzim 20 euro. Dhe në asë një obligim tjetër, në asë një shpenzim tjetër, nuk e kam realizu këto 2 vite, asë nuk besoj me realizu. Okej, ta ndigjojmë, vetë vendosim as të PDK-n, urna. Qeveria ose duhet t'i paguaj borxhet, ose borxhet do t'a paguaj vetë, sepse nuk ka hy në autoritetin e saj të ndalë këtë rend, andaj ajo ka hy në obligime dhe është bashkëborxhli e Ministria e Financave është pjesë e barabartë në këto borxhe që janë krijuar në komunën e Gjilanit. Kështu pa të deklaruar kryetari para se ta merr mandatin ose në fillim të mandatit të tij. Sot ne jemi dëshmitar të gjithë se Ministria e Financave, po më mirë me thonë qeveria asnjë borxh nuk ja ka pagu kuvendit komunal ose përkatësisht komunës. E dyta. E qysh jënë pagu qëto 3 milion borxhe nëse jënë këthy kontraktuzve? Përmes bugjetit të komunës, apo? Krejt, përmes bugjetit komunës. Jo, do me thonën, ka premtu kryetari edhe ka proklamu se do të hynë edhe qeveria si borxhli, duke e ditë se ka borxhe, ndërsa tash sot duke e di që jo qeveri, LDK-ja tash nuk kemi do me thonën një insistim të kryetarit që këto borxhet paguën. E dyta, du mu lidh me këtë udhëtimet. Si pas shënimeve që i kemi nga Drejtoria për Financa, dikon janë rreth 33.000 euro që janë bo për harxhime i jashtë vendit, duke përfshi edhe dreka, darka, edhe udhëtime, bileta, edhe si që përmend këto roaming. Dhe unë me një matematikë thjesht me 33.000 euro... Drejtori po thotë që disa për këtune janë trashegume, jo të këti mandatë. Aty mund drejtori me thonë, por këto janë 2015, nuk janë 2014, këto janë 2015 që janë harxhu 33.000 euro. Me 33.000 euro ka mujtën me thonë 65 bursa, nga 50 euro për 10 muj për student, ana nuk kemi si vjetë asnjë bursë për student. Faleminderit. Drejtora, ki replik? Po, në kontabilitet, në sistemin e financave, nuk bëhet e regjistrimi kur u kriju a i shpenzim, po kur është pagu ajo. Edhe dreka dorka jetu pagu alo? Dreka dorka në 2014 jënë pagu 44.000 euro nga pushteti i kalum. I kemi edhe 80.000 euro, i kemi borxhe që a shkojnë me procedura gjysore apo qysh, janë borxhe tish pushtetit. Pju të regoj veç dishka. Të drekat zyrtare, vitin 2013, ish pushteti ka shpenzu 168.582 euro. Mirë, ish pushtetin jemi të folë në 2015, po du me folë për 2015. Në 2015, me flakën e janarit, me një aktivitet që e ka pasën në drejtoria arsimit për ditën e mësusit me gjitha ju në harxhu 21.535 euro. Ta ndigjojmë, urna. Kesh këta po i fshehin shifrat e vërteta, dhe çdo po thirrën shifrat të paqëndrueshme. Këta është e vërtet që Ja, drejtori zgjidhë me fshehur vepër penale. Po i fshehin. Këto figuron shumë mirë, shpenzimet cilat i kom nxjerr peditorisë financave. Ky drejtor më ka dhënë mua. Dhe figuron që kryetari i komunës ka harxhuar ameng 4.432 euro 2015. Me ditje, vetëm me ditje... 20 euro më rejko kryetari 20 Vetëm me ditje ka marrë kryetarin 2015 në Lutfi Azir, jo Qemal Mustafa. Figuron me emën, do shtë një lezë krejt. 7.594 euro. Për 2 vite në harxhu 100.000 euro me ditje shpenzimit udhëtimit bileta jashtë Gjilanit. Te shpenzimet tjera që ka premtu kryetari për mbajtje të rrugëve. Unë i kam paraqit shifrat edhe më herët. Në qeverisën e kalume ka qenë 120.000, tash është 596.000 mbajtja verore rrugëve. Bora u hek vitin e kalum, në kone Lutfi Azirit, 12.550 euro, në 2014. Këtë vetë ka robuar shumë a shumë, nuk e di nëse këna po, të ndere është 129.000 euro.
Hajde ta pyesim për Që këtë. edhe vetëm një argument. Ka paragollësi shumë muajt e tenderit. Për shembull, një tender është planifikuar në vitin 2015 për më kontraktu me tender në vlerë për 180.000 euro. Flitet për mirëmbajtjen teknike të objekteve. Komuna e Gjelanit e ka dhënë tenderin 1.135.000 euro. Parashikimi ka qenë 180.000, tenderi është dhënë 1.135.000. Kam bërë pyetje 2 herë detorit të prokurimit në seancën e Kuvendit Komunal, nuk kam marrë përgjigje. As thotë s'u merr përgjigje. Ta ndëgjojmë përgjigjen. Më fal vetëm pak, ta ndëgjojmë përgjigjen. Pse mirëmbajtja dimnore dallon kaq shumë prej viteve të kaluara? Me vitin e kaluar, po tash kam bërë standardin e ri, ka mundësi. Faturat e telefonit, faturat e ushqimit dhe komisioni i themeluar për ish komunës për ushqim janë me emra, me mbiemra, me numër telefonit. Unë i sfidoj me shku me i pa faturat e emrin, mbiemrin dhe numrit telefonit. Nëse është telefoni im, i cili është publik, në ato fatura unë ja përgjithësi. Unë e zotura publikisht për ta. Nëse unë e bëj gabim, ju pagujve fatura, që këni hargju, ju kaldoni sa qëfar qëndrimi keni. Se ju jeni njerë që të vdekën në evrani natën edhe që të një ngardë huj, do në mjallon tjetrit. Kjo nuk qëndron. Kjo nuk ka kulturë e jonja. është mirë me pranu që e keni bo, edhe është barë kësaj qeverisje. Na po lajmë hesapet juve. Na po lajmë belat juve. Mirë, për hesapet e juja pse mirëmbajtja është shumë ashtrejt. Mirëmbajtja është vendos si pas kërkesës tonë, si pas kushteve tona, e ka fitu operatori. Nuk do të thotë... Cili kompani e ka fitu? Nuk më intereson, ti është sigur cila kompani. Nuk më intereson. Nuk më intereson kjo... Po neve na intereson nëse është rritu. As mujnë nëse janë me këtjuj, ma lirë me bo? Nuk është. Realizimi kontratës bëhet si pas punës që kryet. Nëse nuk ka punë, nuk paguhet. Nëse nuk ka punë, nëse nuk ka ra borë sezonal që po thotë zoti Rashiti, nuk paguhet. Shpenzimet vetëm qeverisit juve i keni të i kalu. Jo që keni të i kalu kontratat, 700.000 euro kanë bo punë në infrastrukturë pa asnjë dokument zyrtar, pa asnjë letër zyrtare, pa asnjë procedurë të prokurimit. Edhe sot asaj dite, komuna kërcënohet me procedurat përmbarusve tash. Problemi është tjetër, sepse përmbarust e kërcënojnë çdo ditë komunën për avarit që i kemi gjetë. Apo ju je për këto burgje pare qeveria që shkeni pas planifiku? është rregull ligjore, ai që e krijon burgjin, ai e pagun burgjin, dhe ka probleme, ka barriera jashtëzakonisht serioze, përveç në procedura tjera, ka probleme ligjore. Jo kjo qeveri, asnjë qeveri në botë nuk ta pagun borxhin që krijon si organizatë buxhetore, sepse ndahen. Në zati pastaj Po, të faleminderit, Jeta. 3 sekonda. Kryetari deshta duhet më përgjigj. Ky kryetari unë nuk han. Ky nuk pen. Ky nuk fol në telefon, ky nuk udhton. Po ku na bëj tregon ky kryetar? Ku na bëj tregon këto? A nuk e din qytetarët e Gjilanit? Nuk e di unë që me ty kena punu gjatë? Nuk e di në sa shpenzimet e bëna? Pse s'po na tregon kryetari, lene mo të kalumen. Na i pranojmë ato që kena bo, qytetarët na kanë dhënë vlerësimin, kanë A pe pranoni, a? Pe pranoni. Qytetarët na kanë dhënë vlerësimin neve. E kanë bru dikon tjetën, po ky pse s'po tregon që 2 vjet çka ka bo. Neve po na intereson sot i ardh çka ke bo për 2 vjet. Leja do të kalumen. Ne ta tregon kryetari, çuçi ka mikin e vet e ka punsu, e ka pas punsum, dhe ti ka tregon qytetarëve të Gjilanit. Në fabrikën e radiatorëve, mikën, vllahun e gruas. E ka quhe, ka marrë hidromorave, ka punsu në komunë, ka me njësës 2 muj, mas 2 mujve ka këthin Gjilan. Se s'pi tërgon këton, qytetarëve. Asa qytetarë janë pa punë, ka thonë që i këmishti. Prit. Komunën e ka me njësës PDK-sa? Je, ka quhe hidromorave. Okej. E ka këthy tash këtu, 1. Kushterinë e vetë. Kryesusja vllahun. Vllahun ku e ka punsu? Ku? Kryesusja hidromorave tregon. Drejtori prokurimit, djalin e vetë në shkollë, djalin e vllavut në inspeksion, kunatën në bibliotekë, drejtori financave djalin, drejtori arsimit djalin, drejtori SHMF-s djalin e vllavut, ministri i shëndetësisë ka pranu vllavun e ka qut 2 muaj në Prishtinë, ka kthy tash, këto ka bëu shef të autoparkut me një punëtor, ministri Emet Ramoni, drejtori i sillit bashkëshortën. Krejt, në më pësë të dërgojnë që to për 2 vjetë që kam bo, ju në ardhë, kryetari s'ka vakt mi, nuk i din këto punë, se kjo s'ka vakt. Kjo ardhë, i ka ro pishmonit bërë që ardhë, mi kryjë të varë punë shpejt, edhe më kryjë shpejt. Faleminderit. A i ki ro pishmonit kryetara? Nas një mënyrë. Jo. Rezultati përshijet, po aja që Zotin Nevzadi personalizon
edhe për jep qase shumë personale, është pasoje punës 25 vjetë që unë e kom bërë në Gjilan, e që në etapa caktume ka qenë pjesë e rrugës njëjtë. Nuk e di, ndoshta jëmë bëj pa dërushëm për shkak rezultatit fundit zgjedhor, po kjo është i fundit, unë edhe mas luftës i kom fitu zgjedhjen në këtë qytet. Për nga të kohë ja kanë atribut dikujna tjetër, ka thonë, s'mun është ti ka qërimi fitu zgjedhjet, se dikush tjetër ti ka fitu zgjedhjet, e na këna ka bu. Zoti Nevzadi dhe bashkëmendimtarët e tij. Është vërtet çto punësime që i përmeni me ngjofshëm? Nuk ka lidhje me ngjofshëm. Qysh asnjëri s'është? Kompania Hidromirova është pjesë e Ministrisë e Ekonomisë. Do të me pyetën menaxhmentin, atë ka bordi bile, po thojnë është i politizuar PDK, LDK, Ministria e Ekonomisë, Ministri i Ekonomisë disë. Edhe ju e keni çuar njërin në LDK që është vllau kryesuesës, a? Në asnjë mënyrë nuk ka të bëjë me delegim për anës tonë. E qysh vllau kryesuesës një atë? Sa i përket se kërkesës. Qysh harxojmë na harxojmë me rrok tonë, na kena kuletën tonë, na ka mësu baba, nona, kur dalmi në rrugë, mi morë parat e shtëpisë, mos me hangër parat e huaja, mos me ra njerëzve në qafë, me shposh shpenzimet e tua. Për shto na punojmë. Nuk punojmë mi ba 170.000 euro ushqim në emën të buxhetit komunës me parat popullit. Na kemë kulturë tjetër. Më falë veç pak, Abdul Aliu po pret që sa me folë. Pret njerë, urna? Po, Abdul Aliu, shefi i grupit këshilltarëve të LDK-s në kuvend. Pa të rast me ndëgju një fjalem të kolegut para A prak të ka na njëri për pozitës. shtyt punësumve që sështë? Kalzom mohoj e njënën, edhe kalzom që njëri nuk është në punë që shtu që shta zëtni në zati. Mësë më ndërprej që ka do është me thonë qëllimi. Jo, përgjigj më pyetje. A është e vërtet që na njëri për këtune që i përmeni nuk është në punë që shtu që shi përmeni zotin në zati? Ta qesim rrenë nëse së është e vërtet. Ka të punësum. Do me thonë, pajtorës që të punësum familjarët janë që shtu drejtorave, gjatë saj kohë. E drejta më punësim është e drejt me tona konventat. Drejt kanë edhe ata që si kanë familjarë komunë, kanë drejt mu punësu. Pa të rast, thash një fjalim shumë të vrajt, me gishta, me grushta. Që ju s'pe mohoni? Këto përballë me çdo herë në kuvend këtu, ma e vrajt se ajo vrajtësi është, kona ajo vrajtësia kër është ty shqitoria. Edhe kemi gjithë shqitore për një me i shkonë shumë e thymë me shqitoria. Edhe kemi hargju shumë ko, edhe shumë muni me drejtu e të gjonët. është komun. Ma shumë se sa shqitoria e thyme që kemi gjithë një besim të thymë të qytetarit komunës Gjilanit. Edhe që po na merë shumë ko me riparu edhe me këthy besimin e humbër. Qysh me riparu tu i shtim në punë t'jujt? Që po thamë? Qysh po ishte një punë t'jujt e pe këtheni besimin? Atë besim jemi të e këthy. Aj besim nuk theja tu i shty në punë njerës të juj, nuk theja tu i shty në punë. Në gjitha kategoritë që i ka aj. Keni mund mësë një punësu t'jujt, e kështë shty ma shumë. Vesh një krasim me bon, vesh një krasim për shambull të flaka janarit. I ko marrë 2 edicione. Edicionin e 20 në vitin 2011 flaka janarit i ka kushtu komunës e Gjilanit 77.887 euro. Ka qenë edicion, kanë thonë jubilar, 20 vjetori. Prape ko morë një jubilar tash në qeverisjen tonë, edicionin e 25, që është dikon 35.080 euro. E që në përkëthem në përqinje i bjen 200... A, si keni dhonë zukës ato, se kesh kushtu ma shumë, t'ja kështë dhonë zukës. 222% ma pak i bjen... Po. Zoj, urna, kryesusja, a e ki punësu në kompani... Nuk është i punësu vlloja jem në Hidromirov, sa për informat, sepse është keq për opinionin, se së më rëndësi për fjallët e bujarit, po veç diçka, unë e pjukë, po, në kojë gjenë, po sigurisht që po. A prapën kompani të komunës? Kryeta, derim fond mendimin të lutem, ki durem. Zotin Bujar Nevzadi, dhondrin, vjen burrin e motrës, e ka punësu, ishtë qeverin e kalum 6 vjetë, edhe klubët të cilat ndonë kryetari komunës subvencione për mi dhonje shik të qyteti, që ato klube, i japim pag mujore, 3 muj drita e 3 muj gjilani, dhondrit Zotit Nevzadi, plus e merë një pag ekstra, që punom kushta thirin, do me thonë, nëse unë e thiri me gra, me udhëtu dikon, ato do të me pagu, veç rrugën që të në banë, plus merë pag prej klubeve, se kjo është mjerim i kësaj kohë. Sa i përket punësimeve, në kriteret barabarta, dhe në kushtet të barabarta, pa tjetër që kanë me shku antarët e LDK-s, publikisht po thëmë këto. Zëtin Devizata, është vërtet që dhondri ju tënë qështu? Ja. Edhe ka marë, ka qeni punësum këtë ju? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet.
Ta kry, nuk është e vërtet. Po shkojmë, Ta kry. Ubo, më fal. Fjallën e ka vetëvendosja. Ta ndigjojmë, urdhno. Unë jam Arjeta Regjepi nga vetëvendosja. Vërtet më nxit shumë ky debat, ky diskutim për punësimet. PDK-ja popullin ton, qytetin ton, me një farë mënyre i dha një sindrom gjithçysh dush më kon partia këtyre për me u punësu. LDK-ja e vazhdon me të njëjtin tempo. Me të njëjtin tempo, nuk bëhet fjalë bile për konkurrencë të njëjtë edhe shkon një partisë tyre, s'vjen shprehje bile. Rahatohen pikt për shtatën vetëm i përparu personi vet, familjar apo i partisë vet. Kjo është e vërteta. Faleminderit. Faleminderit. Urno, edhe që aty? Faleminderit, Virian Nevzati Sufi nga Lëvizja e Vetëvendosje. Natyrisht që për gjitha këto që po flasem janë projekte ka hershme me 90 vite. Kryetari përmendi projektin e Sahat Kullës që është 2007, po përmendem edhe në çështjen e Lumit Mirusha që u tha është në 3 mandate nderuar. Domethënë nuk bëhet fjalë për ndërhyrje të shpejta, po janë 2-3 vite dhe po jipen para për ndryshimet planeve e nuk po ka para për intervenim praktik në teren dhe mbi të gjitha domethënë derisa të tjerët ne po mendojmë për impiantet të urave të zeza, urat e zeza po na kalojnë përmedis qytetit, domethënë nuk kemi arrit as këto me qytet jashtë qytetit. Faleminderit. I krym çatim, urdhno zotni, prezantoni. Përshëndetje, Bajram Hasani nga Nisma për Kosovën. E përmeni më herët kryetari infrastrukturën nëntoksore. Infrastrukturën nëntoksore ndoshta ky është duke instaluar infrastrukturën nën tokës, për shkak se po bashkëqeverisin me nën tokën në nivelin qendror, edhe po dojnë edhe këta me shtrinj si ata do thotë infrastrukturën nën tokës. Po sa i përket infrastrukturës, unë pja marr një shembull vetëm në rrugën e Bujanovcit, ku po të njëjtit, sa e di unë sa kam informata, të njëjtit njerëz kanë marrë tavllëzrit Zuka që i përmendi ju të nderin në rrugës Bujanovcit, dhe aty do thotë kanë filluar me disa punime të ndërrimit të gypave të azbezit, dhe është merr, sot nuk mund të hyjë ndërtesat që qytetarët jetojnë aty prej se ka fillu punimet në 10 orë, do thotë pa kur far kritere që është ndalume dhe kanë met punë të papërfundume. Do thotë kurse sa i përket të ndera, po më bën përshtypje gjatë fushatës ka thonë se ne nuk do t'i japim të ndera jabanxhive. Unë mendoj që fillimisht është një shkelje. Ne nuk guxojmë t'i dallojmë jabanxhitë dhe vendorët, kurse tash thotë sipas kritereve të barabarta. Do thotë Edhe tash po ta them, është mirë me pas parasysh ju të nismes, kur folim për krim të organizuar, korrupsion edhe për mos pagën të lejeve, me pas parasysh shumë, edhe me mos shumë fjalë sidomos në Gilan. E dyta, jabanxhit për mua kanë me gjithmonë jabanxhi, si till dhe i trajtoj si till. Ata nuk kanë armiq. Nuk kanë armiq jabanxhit. Dallojnë për musafirëve, po nuk kanë armiq. Dhe këto do të me kuptu drejt. Asaj përket, unë e di që këshilltarët komunal dhe antarët e partive këto luftojnë për subjekte, po unë jam i nominum për një partije politike, po unë e kam ligjin do, nuk lejaj as PDK-ja, as LDK-ja me ndiku ligjin, as në punësim, as në rrethona tjera, sepse jam i detru me zbatu ligjin, bile ligjin shumë i qartë, as vendimet e kuvendit komunal që nuk janë përputhje me ligjin, nuk zbatohen nga kryetari i komunës. Kështu që unë i lus me qenë të rezervum, janë rastet caktuar 5 konkurse në administratë komunale, merr në emrat shikoni, në administratë komunale për flasme, edhe 8 kanë më shpall tash, shikoni emrat kush edhe mbi emrat kush janë pranu. Ju me delegimin për ministri, me delegimin për bordet ndërmarrje, për ndërmarrje edhe me gjetjet që i përcjellni me metodat e shikut dhe metodat e juve, është problemi juve, nuk ka problemi jemi. Unë jam përgjegjës për administratë komunale, unë jam përgjegjësi për administratë komunale. Pse po mirëni me ndërmarrje dhe me ndërmarrje publike që nuk kanë përgjegjësi teme? Sa veti kishte imbun, sa veti unë imbun në ndërmarrje caktume. Është problemi PDK-s, nuk ka problemi jemi. Nuk du më marrë me sanimin atë gjendë. Po flasim, s'kemi shumë kohë për secilin debat, po masi po flasim për jabanxhi edhe familjar. Ta ndjekim çka po thon gruaja e kryetarit Mirvete Bajrami Haziri para 2 vjetëve çka po thot tash.
Hapi I parë ka qenë se luta është afruar më shumë afër meje, atëherë kur jemi takuar do të thotë në aktivitetet tona, dhe luta është një njeri që është këmbgulës dhe ka aspirata do të thotë, dhe pikë synimet e tij. Pikë synimi I tij kam qenë edhe unë. Ne kur jemi martuar kemi jetuar në Gjilan sepse edhe unë vi nga ana e Gjilanit. E mbas transferit që është bërë lutës që është zgjedhur si ministër, atëherë më është dashur të qëndroj pranë burrit. Jo, nuk është marakli në vetura, them se asnjëherë kur jem bashk, unë gjithmonë nervozis. Rrallë ndodh, se na më qet kafe do të thotë Lutfiu, por edhe atëherë kur e bën e di që e bën me shije dhe e bën shumë të mirë. Dhurata e fundit është kjo nas do të thotë që kam në gisht. Gati të gjitha ushqimet I pëlqejnë. Por them se e preferon risottot me misht pulës, po dhe risotto me fruta dete e të tjera. Ne gati se jemi në shtëpi të barabartë, nuk ka shefat e na. Është interesant që në shtëpinë tonë më shumë dëgjohet muzikë se sa politikë. Sa I më tepër investon në veshjen sportive se sa në veshjet që si thojmë zyrtare. Them se për ora gati se mban një koleksion të orave. Politika ka anët e mira dhe ato pozitive dhe ato negative do thotë. Kam shumë momente kur na ka favorizu do të thotë, për shembull kur shkon një vizitë te mjeku apo dikun, edhe nëse nuk I njohin kur je fytyrë publike, pak t'japin një përparësi, po ka dhe ato mangësitë e veta do të thotë. Kisha dashur që votuesit e Gjilanit të votojnë kandidatin Lutfi Azirin, sepse është njeri që sjell ndryshime. E çka ka thonë zonja Aziri tash pas 2 vjetëve? Ta ndjekim para disa ditëve, çka na tha? Si deputet ka qenë më shumë me neve, ndërsa tani që është zgjedh kryetar, me keqardhje them se gati se po jetojmë në një kohë që koferin gjithmonë e ka me vete. Prishtinë, Gjilan. Nga se që unë punoj në Prishtinë, ai jeton në Gjilan, kështu që kemi zgjedh gati se 3 ditë I bëjmë vikendin e kemi të përbashkët, ndërsa ditët e punës unë jam në Prishtinë. Nuk jam pishman që është zgjedhur luta kryetar, për arsye se me të vërtet Gjilani ka pësu ndryshime. Dhe ndryshimi është vetë luta, edhe është shumë interesant që njerëzit janë shumë të dashur, shumë edhe ish mirë me dash njerëzit. Gjilani ka përfituar shumë projekte me ardhjen e lutës. Them projekti që mu më kalon më shumti për shtypja është Galambramja që është organizuar në pak për ne, shumë për ata, ku me këtë solidaritet 25 shtëpi janë ndërtuar për skamnorët. Projektet që nuk janë realizuar dhe që kanë qenë të premtuara janë projektet që rrugëve 4 kursi, Gjilan, Kamenic, Gjilan, Ferizaj. Ku Gjilan, Kamenic, rruga vetëm ka filluar, pritet që dhe rrugë tjera të përfundojnë. Për vitet që vinë, 2 vitet e ardhshme, besoj që të gjitha projektet që kanë mbetur në gjysmë apo që I ka premtuar luta, besoj që shumicën e tyre do t'i realizoj, për mos me thonë 99%. Unë do t'jem në përkrahje e tij, gjithmonë. Se di që në zgjedhjet e tij ai nuk ka bën, nuk ka gabuar asnjëherë. Për fund, 2 minutat e ardhshme kryetar, a muni me na tregu çka keni me bo në 2 vjet e ardhshme të mandatit që kanë mbetur? Në vazhdimsi programeve që kemi realizuar. Programi më I madh që Gjilani do të ndodhë gjatë këtyre 2 viteve është tretmoni I urave të zeza dhe kanalizimeve, një program I integruar I fshatrave dhe I qytetit. Kjo është faza parë. Faza e dytë është impianti që duhet me përfundu pavarësisht ajo më në kandidat në zgjedhjet e ardhshme ajo, sepse është impianti është planifikuar për një fazë tjetër dhe do ndërtohet dikon mes fshatit Malishev dhe Oglar, I cili e largon këtë problemin aktualisht ujrave të zeza në komunë Gjilanit. Po ashtu, përfitues kurriz tonin do t'jenë edhe komunat fësinje, por që duhet me eliminu ndotjen komunë Gjilanit përfundimisht dhe
në këtë rafshëm po planifikojmë në shku marrëveshje mirë kuptimi edhe me komunat në region. Faleminderit, ju e dini që na do të vim prap, apo jo, kryetar? E di që këto 10 vite gjithmonë kur ke thonë edhe ke ardhur edhe e ke mojtën presionin e njëjtë. Do të mundohemi edhe të ardhmen kaq kemi kohë për Gjilanin, prej kësaj komune, mirupafshim shimin komunat e ardhshme.